Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Julian Çumrakun dhe Erzenuka, të cilët u arrestuan gjatë një operacioni të forcave Renea në fshatin Rosh të Mirditës. Roland Islami, avokati i Erzenukës, tha se ka kërkuar arrest të paligjshëm. Sipas avokatit, por edhe vet Ukës, klienti i tij nuk ka asnjë lidhje me armët dhe tha se ka qenë në banesë sepse e ka thirrur Julian Çumraku. Avokati mbrojtës tha gjithashtu se Erzenuka nuk është i dyshuar për terrorizëm, por vetëm për akuzën e armëmbajtjes pa leje. Unë kërkova vlerësimin e paligjshëm të arrestit flagrant për sa i përket mbrojtërit nga Naim Erzenuka, i cili është ndodhur në atë banesë në mënyrë krejt rastësore dhe po në mënyrë rastësore ka shkuar dhe policia e shtetit në atë banesë pasi ka qenë duke bërë një aksion për gjendjen e bimëve narkotike. I mbrojtëri nga Naim Erzenuka ka qenë nën vëzhgim dhe nën ndjekje nga policia e shtetit dhe krejtësisht i rregullt dhe nuk ka kthyer asnjë ligj të këtij shtetin në cilin ne jetojmë. Fakti që është gjetur në atë banesë, ku ka disa armë, cilat nuk dihet nëse janë apo janë tafta për qitje, apo se janë disa armë të vjetra që janë gjetur në një banesë që nuk ka si lidhje me mbrojtjen nga Naim Erzenuka, nuk e bën atë përgjegjës për veprën penale të mbajtjes pa leje të armëve. Çumraku tha, e ka marrë si vllajin tim në banesë, tha, për armët tim mbrojtjen nga Naim nuk ka dijeni nëse kishte apo s'kishte armë në banesë, pasi po ta dinte se kishte armë, e di mirë që është në ndjekje nga policia e shtetit për shkak të lidhjes së tij me një ngjarje për hapjen e thonjeve terroriste më parë. Dhe ajo është treguar i kujdesshëm për zbatuar ligjet e shtetit në cilin jeton. Mora kërkesën e paraqitur nga prokuroria, akuzohen vetëm për armëmbajtje pa leje. Avokati mbrojtës tha gjithashtu se klienti i tij është plagosur nga policia dhe ngjarja po mbahet e fshehtë. Kanë dashur me evra, kanë dalë dorëzojnë, i kanë futur plumin. Nëse nuk e shkruajnë letër, kanë dashur me evra, dalë ta vrasin. Nuk kanë rezistuar. Fakti që policia e shtetit e fsheh plumbin këmbën e Erzenukës, i bie që kjo është një vepër penale e policisë shtetit, jo atyre. Klienti im tha që më ka qelluar policia e shtetit sa kam tentuar dal çfarë është puna, s'kam ditë se kanë ardhur. Po ngrita dhe zërin në gjykatë sot për sa i përket të plagosjes të mbrojtjes nga Naim Erzenuka, i cili nëse do të ishte plagosur nga policia e shtetit, i kërkova gjykatës pa vlerësimin e paligjshëm të arrestit, pasi nuk është cilësuar në asnjë lloj deklarate që të jetë plagosur nga policia e shtetit apo nga Renea. Nëse është plagosur nga një plagosje tjetër, i ngelet organit akuzës që të fillote hetim për plagosjen e Erzenukës dhe jo ta marrë të pandehur të plagosur. Pra, kemi të bëjmë me disa rrethana të faktit të cilat janë të paqarta për armët që janë gjetur në shtëpitë braktisë. Ndërkohë, Julian Çumraku ka deklaruar se armët janë të vjetra dhe i kanë mbledhur në fshat, duke mos ditur nëse ato funksionojnë apo jo. Pavarësisht pretendimeve, gjykata vendosi masën e sigurisë arrest me burg për 2 të arrestuarit, ndërsa hetimet për çështjen vijojnë.